Blerina Ankollare, producente filmi. Në Festivalin Shqiptar të Filmit marrë pjesë me filmin Dita Zë Fill, një prodhim i vitit 2017 me skenar dhe regji të Gentian Koçit. Dhe me filmin Një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur, prodhim i vitit 2022 me skenar dhe regji të Gentian Koçit. Agimi do ta humbë shikimin në mënyrë graduale, por të pakthyeshme. Dita Zë Fill është historia e një nëne të vetme, e cila duhet të përballet me vështirësi të skajshme për mirëqenien e saj, po edhe të djalit saj të vogël, dhe i duhet të bëjë një zgjedhje shumë të vështirë në mënyrë që të mbajë në jetë me çdo kusht një grua të moshuar. Filmi Një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur është historia e dy vëllezërve binjak, identik, pra monozigot, të cilët kanë lindur si dy persona që nuk dëgjojnë dhe në një pikë të caktuar të moshës së tyre prej të rriturit, mësojnë se do humbasin edhe shikimin. Me Dita Zë Fill kam shijuar shumë premiera të caktuara, premierën botërore sigurisht në festivalin e filmit ndërkombëtar në Sarajev, por kryesisht kam shijuar premiera të ndryshme që mund të kenë qenë nacionale ose rajonale, ku publiku ka qenë jashtëzakonshëm dhe e ka filtruar filmin në një mënyrë shumë autentike. Me Një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur është e njëjta gjë. Unë nuk kam pasur mundësi të jem në premierën botërore të filmit pasi sapo kisha lindur djalin aso kohë, por kam shijuar njësoj premiera në festivale cinefilesh, për festivale të specializuara për kineman autor, të cilët janë rritur si të tillë, pra si festivale bashkë me audiencat e tyre. Unë nuk mendoj që është e drejtë të analizojmë çfarë kemi humbur apo çfarë kemi fituar, sepse regjimi i kinemabërjes, qoftë ai estetik, qoftë ai financiar, qoftë ai tekniko-prodhues, në të dyja epokat kanë modalitete kaq të ndryshme njëri nga tjetri sa unë mendoj që nuk mund të hyjnë në regjime krahasuese. Ka disa, po unë do veçoja titujt e Viktor Gjikës, Dimitër Anagnostit, dhe ka shumë autor mbas rënies së regjimit, si Sajmir Kumbaro, Gjergj Xhuvani, Fatmir Koçi në fillim të viteve 2000, të cilët nuk do të thoja më kanë frymëzuar, por i njoh si institucione të kinemas mbas rënies së regjimit dhe si pika kthese shumë të rëndësishme të historisë bashkëkohore shqiptare. Sepse vdekja e kalit e Sajmir Kumbaros për mua erdhi si një propozim shumë i fortë konceptual, estetik dhe politik në lidhje me regjimin, shumë pak kohë pas rënies së regjimit. Është një vepër që dëshmon një kurajo të padiskutueshme dhe më duhet të them që ndoshta ka pasur shumë tentativa të mëvonshme për të relatuar me atë regjim dhe nuk e kanë mbërritur ndoshta atë finesë, mendoj unë. Kjo është gjithmonë perspektiva ime personale, kurse Gjergj Xhuvani dhe Fatmir Koçi janë dy regjizor, titujt e të cilëve kanë lëshuar një sinjal shumë të fortë optimizmi të kinemas shqiptare në fillim të viteve
2000, si ndërkombëtarisht, ashtu edhe së brendshmi dhe kanë hedhur, le të themi, sfidën e një gjuhe kinematografike të re. Sot kinemaja shqiptare ka një mori krizash të niveleve nga më të ndryshmet, financiare, prodhuese, estetike, komunitare, institucionale, politik bërse, ligjore, juridike, pra si doni ju. Janë në të gjitha rrafshet, sa unë kam të pamundur në një intervistë ti përmbledh. Kështu që pa u adresuar të gjitha një nga një dhe në raport me njëra tjetrën, nuk i përgjigjem si duhet kësaj pyetje. Unë nuk besoj shumë tek formulat, pra kinemaja nuk është një kronik lajmesh, dhe kinemaja nuk e ka për detyrë dhe nuk e ka për qëllim të ndjek apo të pasqyroj aktualitetin apo ta përthithë atë. Kinemaja ka për detyrë të bëjë zgjedhje të forta për mendimin tim estetike, që mund të jenë me tematika të kaluarës, po mund të jenë edhe me tematika të së ardhmes, po mund të jenë edhe me tematika distopike. Mjaft që perspektiva që ajo ka përzgjedhur të jetë aq e fuqishme sa t'i flaset e bashkëkohësisë. Ne nuk duhet të shkëmbejmë me kinemanë e Kosovës, ne kemi shkëmbyer, po shkëmbejmë dhe do të vazhdojmë të shkëmbejmë vazhdimisht me kinemanë e Kosovës, si në nivelin artistik, krijues, si në nivelin teknik, ashtu edhe në nivelin e bashkëprodhimeve, të cilat janë shumë intensive, shumë dinamike edhe shumë të konsoliduara. Nëse do të ekzistonte një identitet i pastër i filmit shqiptar, do të ishim në kushtet e një koma të filmit shqiptar. Sfida më e madhe për një producent në Shqipëri është t'i sigurojë ekipit krijues, sidomos atij bërtham, të krijojë në kushte dinjitoze, të jetë i respektuar, të ketë komoditetin minimal që kërkon puna krijuese, pastaj t'i përgjigjet me po aq dinjitet dhe profesionalizëm edhe kërkesave të produksionit, po edhe nevojave të stafit tjetër teknik, dhe njëkohësisht përveç këtyre detyrimeve të vazhdueshme, që nuk janë detyrime për një periudhë të shkurtër, por mund të zgjasin 5 deri në 6 vite, i duhet të përballet edhe me shumë sfida të nivelit institucional, politik, juridik dhe financiar. Jo, nuk e kam fare provokim, e kam shumë të sinqert. Unë nuk mendoj që festivali i filmit shqiptar është një fest e munguar e kinemas shqiptare, nuk jam kaq entuziaste, kam një tjetër koncept për festën në kineman tonë. Unë mendoj që festivali i filmit shqiptar duhet jetë një platformë shumë dinamike, ku ne si komunitet, bashkë me audiencën tonë, bashkë me politik bërësit, bashkë me vendimarrësit, edhe me të gjithë aktorët e tjerë që ushqejnë ose janë, le të themi, të domosdoshëm për kinemabërjen në Shqipëri, të hyjmë në një reflektim të fortë dhe rrënjësor mbi mjedisin në cilin ne punojmë dhe mjedisin që ne prodhojmë. Sepse është një nga aktorët që sapo përmenda. Dhe pa të, e gjitha kjo nuk mund ndodh.